sot siç e pat në mbledhjen e 8 qeverisë u proceduan disa projektligje shumë të rëndësishme, e ndërto edhe njëherë ligji për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor. Ky projektligj natyrisht, siç e dini edhe ju, ka kaluar në fundin e vitit 2024, mirë po për shkak të arsyeve procedurale është kthyer nga gjykata kushtetuese dhe menjëherë pas vendimit dhe menjëherë pas krijimit të institucioneve me një seriozitet dhe shpejtësi nga ana e qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ky projektligj është përgatitur dhe siç e pat sot edhe kaloi nga qeveria për të proceduar sa më shpejt në Kuvendin e Republikës. Vlen theksohet që ky projektligj është analizuar, është studiuar dhe janë studiuar gjithashtu praktikat më të mira edhe ndërkombëtare, por çdoherë duke i marrë parasysh edhe realitetin ton ekonomik dhe social, dhe jam shumë i lumtur që pas më shumë se një dekade përpjekje për të vazhduar me këtë ligj që do të hapë rrugën për Fondin e Sigurimeve Shëndetësore dhe sigurimin e detyrueshëm shëndetësor për të gjithë qytetarët e Republikës, tash ky ligj po e merr formën e vet në kuptimin e rrugtimit të tij sa më shpejt në Parlamentin e Republikës dhe me shpresë që edhe atje do të miratohet sa më shpejt. Projektligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor të Republikës Kosovës ka për qëllim, mes tjerash, edhe rregullimin e sistemit të sigurimit shëndetësor për sigurimin e detyrueshëm në kujdesin shëndetësor, duke përfshirë parimet, funksionet, të drejtat e përgjegjësisë të palëve të përfshira, personat e siguruar, modalitetet e kontributet, pakoja e përfitimeve që mbulohet nga sigurimet shëndetësore, marrëdhëniet kontraktuale me institucionet e kujdesit shëndetësor dhe barnatoret, në lidhje me ofrimin, përdorimin dhe pagesën e shërbimeve shëndetësore dhe produkteve të dispenzuara. Me këtë ligj, pra, po krijohet, po themelohet Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor i Republikës së Kosovës, por edhe funksionimi dhe financimi i këtij fondi. Me projektligjin që sot u miratua në qeveri, do të rregullohen disa çështje, ndërto ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor përfshin të gjithë popullatën. Pra, synimi është përqasje universale në shërbimet themelore shëndetësore, por edhe ngritjen e cilësisë së këtyre shërbimeve. Po ashtu me këtë ligj do transformohet mekanizmi i financimit të sistemit shëndetësor dhe të përshpejtohet arritja e mbulimit shëndetësor universal, përkatësisht të përmirësohet shëndeti dhe mirëqenia e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë, duke zvogëluar edhe varfrinë, por edhe pa barazinë e shkaktuar nga shpenzimet shëndetësore. Prezantimi i kontributeve për sigurim shëndetësor, gjithashtu si një burim i ri i financimit të kujdesit shëndetësor, i cili natyrisht nuk do të jetë i vetëm. Ky kontribut që vije nga primet që do të grumbullohen, do të jetë si komplementar apo shtesë në financimin aktual mbizotrues të bazuar në buxhet, që do të thotë që buxheti të shëndetësisë do të shtohet edhe masa financiare që rrjedh nga këto prime, duke investuar në shëndetësi, duke investuar në infrastrukturë, duke investuar në pajisje të reja shëndetësore, por duke investuar, domethënë, komplet në rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor vlen të përmendet se parashikon edhe përcaktimin e pakos bazike, e cila do të jetë e përshtatshme për të gjitha shërbimet shëndetësore, pako e cila do të përditësohet çdo vit dhe do t'u afrohet të gjithë qytetarëve pa dallim në Republikën e Kosovës. Me përmirësimin e sistemit do të ketë gjithashtu një rol të jashtëzakonshëm para prirë nga sistemi informativ shëndetësor, i cili do të përmes informacioneve, menaxhimit më të mirë, e mbi gjitha bashkëmesishin do të ndikoj në funksionimin, mbikëqyrjen, performancën e bazuar në evidenca dhe në kohë reale. Me fjalë të tjera, ky është një nga ligjet i cili
përveç që do të rregulloj sistemin shëndetësor dhe bazën për një sistem shëndetësor modern në Republikën e Kosovës dhe i uroj të gjithë qytetarët e Republikës, duke falenderuar edhe të gjithë ekspertët, grupet punuese e çdo kontribut tjetër që gjatë këtyre muajve e viteve kanë dhënë kontribut në këtë çështje. Po do mund të lidhte përpjekjet maksimale për me zgjedh presidentin edhe këtë ngushtimin, të paktën publikisht nuk kemi pa, a ka takime, a nuk ka. Kjo të e pas parasysh nëse ndodh sikur me nafte më nalt, askush prej tregtarëve nuk tregton me humbjen këtë pikë, rrjedhje shihen për me pas një rregullim të tillë, ndërkohë për ministrin, që qytetarët kanë me pagu të paktën fillestare dhe